Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu I lartësuar thot: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Vërtet në krijimin e qiejve dhe të tokës, në ndryshimin e ditës dhe të natës. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas. Dhe në anijet që lundrojnë në det në dobi të njerëzve. Wama anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. Dhe në rreshtet e shiut që Allahu I lartësuar I zbret nga qielli dhe ngjall me to tokën. Wa batha fihima min kulli dabbatin. Dhe gjallësat e lloj-llojshme që Allahu subhanahu wa ta'ala I ka shpërndarë në tokë. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. Në lëvizjen e reve, në lëvizjen e erave dhe ret që Allahu subhanahu wa ta'ala I ka caktuar, I ka vendosur të nënshtruara ndërmjet qiellit dhe tokës. Për në të gjitha këto ka shenja për ata që mendojnë, për ata që kuptojnë. La ayatin li qaumi yaqilun. Këto krijesa janë shenja për Allahun, për fuqinë e Tij, për diturinë e Tij, për vullnetin e Tij, për urtësitë e Tij, për mëshirën e Tij, për mirësitë e Tij, për atributet e Tij. Këto krijesa tregojnë për Allahun. Ato tregojnë dhe dëshmojnë se vetëm Allahu e meriton adhurimin dhe askush e asgjë tjetër përveç Tij. Këto krijesa të mëdha tregojnë madhështinë e krijuesit subhanahu wa ta'ala. Një nga shenjat e dukshme është ekzistenca e gjallësave. Allahu ka krijuar lloj-lloj gjallësash, të cilat janë shpërndarë në gjithësi. Dhe kjo padyshim tregon se ka një krijues që është I gjallë, është I përjetshëm, është I pavdekshëm, I cili ka krijuar jetën u ka dhënë jetën gjallësave, I cili mban gjallësat subhanahu wa ta'ala. Këtë fakt Allahu I lartësuar ka përmendur dhe në surën Ash-Shura, ku thot: "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabba." Ndër shenjat e Allahut të lartësuar është krijimi I qiejve dhe I tokës, dhe gjallësat e lloj-llojshme që Allahu I lartësuar I ka shpërndarë në to, ku hyjnë me lajket, vota e melajkeve, vota e xhindve, vota e njerëzve dhe vota e kafshëve. Pra ka gjallësa të lloj-llojshme që kanë përmasa të ndryshme, kanë paraqitje të ndryshme, kanë forma të ndryshme, kanë mënyra të ndryshme jetese. Të gjitha këto I ka krijuar Allahu I lartësuar. Dhe këto tregojnë për krijuesin subhanahu wa ta'ala, për diturinë e Tij, për fuqinë e Tij, për mirësinë e Tij, për mëshirën e Tij. Kështu që ekzistenca e jetës dhe e vdekjes, fenomeni I jetës dhe I vdekjes është një ligjësi në gjithësi. Dhe atë e ka vendosur krijuesi. Allahu ka krijuar jetën dhe vdekjen. Ai u ka dhënë jetën gjallësave. Ai u merr jetën gjallësave. Yuhyi wa yumit. Prandaj kur ka bërë dialogun Ibrahimi me mbretin e kohës së tij, që sipas komentuesve të Kuranit quhet Nemrud. Kur ai tha, përmendet se ai ka thënë: "Cili është Zoti yt?" Dhe Ibrahimi, që ka përmendur Allahu I lartësuar në Kuran, I është përgjigjur: "Rabbi alladhi yuhyi wa yumit." Zoti im është ai që jep jetën dhe që merr jetën. Kjo është shenjë e qartë, e padiskutueshme mbi ekzistencën e Zotit, mbi meritën e Tij që të adhurohet. Ai me diturinë e Tij, me fuqinë e Tij, me urtësinë e Tij krijoi jetën. Ai e merr jetën. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Ai nga kokëfortësia, nga kryelaktësia, tha dhe unë jap jetë dhe marr jetë. Një të dënuar me vdekje e fal, dhe kështu jap jetën. Një tjetër e vras, dhe kështu ja marr jetën. Kështu kanë shpjeguar komentuesit e Kuranit. Ibrahimi alayhi salatu wassalam tha: Allahu I lartësuar e sjell diellin nga lindja në perëndim. Atëherë ndryshoi këtë rregull, sjell nga perëndimi në lindje. Fa buhita alladhi wa kafar. Ai që mohoi heshti, se nuk vishte çfarë të thoshte. Nëse Ibrahimi alayhi salatu wassalam domethënë I tha: "Nëse ti jep jetën dhe merr jetën, nëse ti je Zot, nëse ti komandon gjithësinë, se Zoti është ai që drejton punën e gjithësisë, jep jetë, merr jetë,
krijon, drejton punët. Dije se Zoti ka sjellë diell nga lindja në perëndim. Sillet nga perëndimi në lindje, ndryshoi rregullin. Shtangu nuk dinte çfarë të thoshte. Pra, Ibrahimi a.s. nuk e la argumentin e parë, se kanë përmendur disa komentues që Ibrahimi a.s. hoqi dorë nga argumenti i parë dhe kaloi në argument tjetër më të qartë. E sakta është siç ka shpjeguar Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, që Ibrahimi a.s. përmendi një argument tjetër që është i bashklidhur me argumentin e parë. Pra ai që jep jetën dhe merrjetën është ai që e sjell diellin nga lindja në perëndim. Ai drejton punët e gjithësisë. Atë sillet nga perëndimi në lindje. Këtë gjë nuk e pretendonte dot. Atëherë ai që sjell diellin nga lindja në perëndim, ai që drejton punët e gjithësisë, ai që jep jetën dhe vdekjen, ai është i vetmi krijues. Ai është i vetmi që rregullon punët e gjithësisë. Dhe ai është i vetmi që e meriton të adhurohet. Askush dhe asgjë tjetër përveç tij. Subhanahu wa ta'ala. Allahu shpëlefet mira, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu sallam ala nabiyyina